Një ndërhyrje rrallë është realizuar nga Spitali Haxhi Badem Sistina duke kryer lindje cezariane dhe heqjen e tumorit në zemër, operacione të njëpasnjëshme tek i njëjti pacient. Nga spitali në fjalë thonë se kjo është ndërhyrja e parë e këtij lloji në rajon, gjendja e nënës dhe fëmijës është stabile dhe së shpejti do të lëshohen në shtëpi. Spitali Klinik Haxhi Badem Sistina ka kryer intervenim të rrallë i cili llogaritet si i pari në vend, por dhe më gjerë, duke kryer 2 operime të njëpasnjëshme tek një shtatzën nga Shkupi. Pas lindjes cezariane, ekipi i Sistinës ka bërë heqjen e tumorit në zemër tek shtatzëna 34 vjeçare. Shefi i repartit të kardiokirurgjisë në Sistina, Aleksandar Nikolić, tha se kjo është diçka shumë e rrallë. Pa nije lako, to je sigurno. Nije lako zato što je to. Nuk është e lehtë me që është intervenimi komplikuar, është njëri ekip pastaj ekipi tjetër derisa nëna operohet njëkohësisht edhe lind. Kjo është shumë e rrallë. Intervenuam urgjentisht sepse shtatzëna ishte në muajin e fundit. Tek pacienta, tumori u diagnostifikua disa ditë para kontrollit rutin, kur është ankuar se ka vështirësi gjatë frymëmarrjes. Operimi kaloi me sukses dhe nëna, por edhe foshnja në gjendje të mirë. Pos kardiokirurgjisë, për këtë intervenim janë angazhuar edhe pediatria si dhe reparti i ginekologjisë. За цело време беше во стабилна состојба. Gjatë gjithë kohës ka qenë në gjendje stabile në repartin e neonatologjisë, në të cilin qëndrojnë fëmijët të shëndosh në ushqyerje pas një lloj terapie dhe sot planifikojmë ta lëshojmë për në shtëpi. Foshnja ka lindur me peshë 2900 gram dhe në gjatësi prej 49 centimetrash. 34 vjeçaria nga Shkupi nuk ka qenë në dieni për diagnozën e saj të rrallë, tumor në zemër, ndërkaq pak para lindjes, ekipi i Sistinës e ka diagnostikuar një gjë të tillë, duke intervenuar që të shpëtojë të 2 jetët.